Sa mbri në Pallatin e Brigadave në Tiranë, Marta Kose përgëzon Nikoqirin Edi Rama. Komisionerja për zgjerim e Bashkimit Evropian e komplimenton kryeministrin e Shqipërisë për punën që po e bën për t'u antarësuar në Union. Këtë të premte kryeqyteti shqiptar mirëpriti samitin e radhës për planin e rritjes që e ka Brukseli për 6 republikat e Ballkanit si paraprijese e hyrjes në bashkim. Republikën e Kosovës në këtë samit e përfaqësoi kryeministri në detyrë Albin Kurti, të cilin Rama e priti me ngrohtësi, por që e dha edhe një përgjigje epike kur u pyet paraprakisht për raportet që i ka me shefin e qeverisë kosovare. E keni si ajo telenovela Vitrinat. 1000 episode. A e do, as e do. A të do, as të do. Qysh në nisje të punimeve të samitit i pari qeverisë në Tiranë, u tha mysafirëve nga Brukseli se 6 të shija e perëndimit të Ballkanit është gati t'i bashkohet bllokut. We are not working toward Europe. Ne nuk po ecim drejt Evropës me duar bosh, e as pak si ata që lypin lëmosh. Po ecim me rezultate të arritura, me detyrat tona të shtëpisë të plotësuara në çdo hap, me investime të siguruara. Ne do të vazhdojmë të shtyjmë përpara, derisa Ballkani perëndimor hyjë në BE, jo si mysafir, por si kontribues për sigurinë, ekonominë e për të ardhmen e Unionit. Në fakt, komisionere për zgjerim është politikane me përvojë nga Slovenia dhe bazuar në këtë, asaj ju tha diçka për të cilën u pajtua krejtësisht. Të gjithë e dinë, Marta e di më mirë që për sigurinë tuaj zgjidhni një Ballkanas dhe kjo funksionon gjithmonë. Edhe për sigurinë e Evropës, zgjidhni Ballkanasit. Ne mund të jemi truprojat e Evropës dhe pastaj Evropa do të ndihet shumë më e sigurt dhe më e relaksuar kur ajo flen. E para procesit të zgjerimit të BE-s thotë se do ta ndreqin gabimin nga e kaluara dhe që 6 vendet e Ballkanit t'i inkuadrojnë në bashkim. Ajo tha se Kosova dhe Bosnia janë 2 nga 6 vendet të cilat nuk kanë nisur miratimin apo zbatimin e reformave që kërkon plani i rritjes ku Kosovës i takojnë mbi 800 milion euro. Por në mungesë të kuvendit ujdit formale për të pasur qasje në fondet e këtij plani nuk po jetësohen. Paketa e zgjerimit të BE-s, e cila ka sjellë një dinamik të re në procesin e zgjerimit, tashmë është një çështje me të cilën ne po punojmë. Gjithnjë më shumë ka të bëjë me sigurinë. Evropa nuk mund të jetë e sigurt pa Ballkanin perëndimor. Këto takime për planin e rritjes po hapin gjithnjë më shumë dyer. Shtëpia juaj Evropa po o pret. Ju jeni pjesë e Evropës. Ne thjesht duhet ta bëjmë edhe në formë institucionale. Bashkimi Evropian për momentin ka 27 vende anëtare. Kosova është e vetmja nga Ballkani perëndimor që nuk e ka as statusin e vendit kandidat.